Policia e Durrësit ka njoftuar se ka shpallur në kërkim një 39-vjeçar banues në Kavaj, i cili dyshohet se në bashkëpunim me 2 persona të tjerë të pa identifikuar, kanë dhunuar një 49-vjeçar. Sipas policisë, këta 3 persona i kanë kërkuar 49-vjeçarit që të dorëzojë banesën e babait të tij të ndjer ose të kthejë mbrapsht shumën prej 15.000 eurosh, të cilën i ati i tij dyshohet se ja kishte marrë njërit prej këtyre personave me qëllim blerjen e banesës. Pasi ndroi jetë, dyshohet se ky borxh kishte mbetur pa u shlyer, çka solli edhe konfliktin mes këtyre personave. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Plazh referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin SH, 39 vjeç, banues në Kavaj. Dyshohet se në bashkëpunim me 2 shtetas ende të pa identifikuar, duke ushtruar dhunë, i kanë kërkuar një 49 vjeçari të dorëzojë banesën e babait të tij të ndjer ose të kthejë shumën prej 15.000 eurosh, të cilën babai i tij dyshohet se ja kishte marrë shtetasit SH me qëllim blerjen e kësaj banese. Punohet për kapjen dhe identifikimin e këtyre shtetasve, thuhet në njoftimin e policisë.